Tentoi të grabiste me dhunë 3 italianë, arrestohet 18 vjeçari në Durrës. Një 18 vjeçar në Durrës ka rënë në prangat e policisë pasi ka tentuar të grabisë me dhunë 3 italiane. Policia bën të ditur se i arrestuari dyshohet se në orët e para të mëngjesit në lagje numër 13 Durrës ka tentuar të vjedh me dhunë sende personale 3 italianëve. Gjithashtu nga hetime dyshohet se ky person në datë 27 i 4 2025 në lagje numër 13 ka thyer xhamin e një automjeti dhe ka marrë sende personale dhe në datë 28 i 4 2025 ka thyer xhamin e një automjeti dhe ka marrë disa sende personale. Finalizohet operacioni policor i koduar provat. Tentoi të vithe me dhunë 3 shtetase të huaja identifikohet. Kapet dhe vjen në pranga 18 vjeçari. Zbardhen dhe dokumentohen dhe 2 vjedhje të tjera të kryera me dhunë nga ky shtetas. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Durrës në vijim të punës për parandalimin e vjedhjeve, zbardhjen dhe dokumentimin ligjor të vjedhjeve të ndodhura më parë, kanë organizuar punën për zbardhjen e disa vjedhjeve të kryera me dhunë. Në kuadër të operacionit policor të koduar provat, u arrestuan në flagrancë për veprat penale vjedhja me dhunë. Mbetur në tentativë, vjedhja, mbajtja pa leje dhe përdorimi i armëve, armëve shpërthyese i municionit dhe shkatërimi pronës, shtetasi DA 18 vjeç, banues në Durrës. Ky shtetas dyshohet se në orët e para të mëngjesit në lagje numër 13 Durrës ka tentuar të vjedh me dhunë sende personale 3 shtetasve italiane. Gjithashtu nga hetime dyshohet se ky shtetas më datë 27 i 4 2025 në lagje numër 13 ka thyer xhamin e një automjeti dhe ka marrë disa sende personale dhe në datë 28 i 4 2025 ka thyer xhamin e një tjetër automjeti dhe ka marrë disa sende personale. Gjatë kontrollit në banesën e shtetasit DA u gjetën dhe sekuestruan një sasi municioni luftarak dhe disa sende të dyshuara të vjedhura. Në lidhje me hetimet e kryera u procedua në gjendje të lirë për veprën penale mos kallëzimi krimit shtetasi D 36 vjeç, banues në Durrës në bashkëpunim me prokurorinë vijon puna për zbardhjen dhe dokumentimin ligjor të vjedhjeve të tjera që dyshohet se janë kryer nga ky shtetas, njoftoi policia. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë së Durrësit për veprime të mëtejshme.